Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Infoftes këtu në televizionin sot 7 dhe për këtë tentë. Do të kemi sonte një emision në qendër të cilës është arti, saktësisht arti i pikturës. Kam të ftuar piktorin Kudret Durollari, mirëmbrëma dhe mirë se ka ardhur në studio. Kudret, është kënaqësi që ky një orë jetë në profilin tuaj artistik. Edhe unë ju falenderoj për ftesën që më bëhet këtu në studio dhe kam dëshirë të flas për ato. Po patjetër, do t'i shtjellojmë gjërat, kohën e kemi në dispozicion. Në fakt e fillojmë me një lajm ekskluziv për Infoftes. Jeni publikuar në albumin më të ri të piktorëve shqiptar, mbar trevave shqiptare, rreth 142 piktor. Në kujdesin e Yllit Drishtit është ky album piktura. Jemi në ekran, pikërisht me kopertinë e albumit. Është pikërisht ky katalog që ju ka përfshirë ju. Bashkore. Ka pogradesar të tjerë aty? Ka pogradesar. Do t'i lutesh regjistë dhe foton tjetër. Denisa. Ku evidentohet pikërisht profili juaj. Kjo është faqja juaj. Jemi 3 piktorë ne. Atëherë i përsërisim edhe një herë. Është Anastas Konstantini, është? Jam unë, është edhe një Denisa, s'më kujtohet. Është mësuese vizatime. Edhe ajo me atë artin e vetë, shprehjes, jep atë mesazhin e saj dhe kishte e pash, domethënë që kishte 2-3 kështu punë të saj. Matan Dritares, nuk e di kishin titulluar kështu një. Ajo punon kështu. Ndërkohë ju kishit një foto pash, një prej punëve tuaja ishte një foto me gomar? Po, unë jam piktor realist, midis realizmit dhe impresionizmit. Edhe pata e kam në shtëpi ato unë. Është portreti një zonje. Një gorar, ajo titullohet Parmenda Gorare. Me që unë bëj pjesë në shoqatën adhetare kulturore Gora, edhe ja kushtova asaj. Atë portret. Dhe sigurisht ishte edhe një peizazh dallgësh nga liçeni. Peizazhin punojmë, peizazhin në Pogradeci ka peizazh të jashtëzakonshëm. Në çdo pikë të dalësh ndryshon. Pastaj ndryshon ajo gama, koloriti, edhe liçeni jep në çdo moment me ngjyra. Në moment, po. Mua më ka bërë atë domethënë që të filloj të punoj shpejt për të kapur gjendjen e peizazhit, të kap gjendjen, atë impresionin. E kuptoj. Edhe gjatë kapjes dhe të impresionit dhe të kohës të fazës të peizazhit, realizoni pikturën tuaj. Edhe në studio jap disa nuanca ose pastroj disa ngjyra që nuk më interesojnë për që më prezente pikturë. Spektatorin, për ardashtin, për gjithmonë në peizazhi do ngjyrën e pastër dhe të shtrirë të prezentimit, mënyrës të punuarit. Impresionin do me qef. Unë e kam në to. Kam fituar si thua shprehi edhe e realizoj në bazë të ngjyrës, të eksperiencës, të profesionit. Mbetet në fakt interesant piktura juaj, interesante jo vetëm për ngjyrën, por edhe për emocionin që t'jep. Ka shpirt, ka nerv. Një pikturë, pos pati atë impresionin edhe shpirtin e saj, pamjen, këndin, ja shumë gjëra, ngjyrat, kontrasti grafik, atë e bëjnë domethënë të gjitha këto elemente. E bëjnë pikturën, një pikturë ose një pamje të bukur për syrin, estetikisht për syrin. Jo, e filluam Infoftesën më vjen mirë me albumin tuaj, ku jeni përfshirë, një lajm ekskluziv ky, më vjen vërtet mirë që evidentohen piktor pogradecar tashmë gjatë kësaj periudhe këtij viti me vlerë të përbotshme, do të them, sepse albumet tilla kanë edhe natyrë ndërkombëtare. Po, ky ishte një nga albumet, si thua, më të realizuara, edhe më të bukur nga Ylli Drishti që futi krahas shkrimeve dhe jetën e piktorit, aktivitetin dhe këtë
ekspozitat që ka hapur në vitet të ndryshme, po plus edhe një CV pasqyroj me CV-n, po edhe me punët që u pasqyruan në album. Në këtë album morën pjesë gati 142 piktorë nga gjithë Shqipëria, po edhe nga trevat e Kosovës. Më vjen mirë. Çfarë roli ka Pogradeci në formimin tuaj si piktor? Po, unë që në fillim që kam filluar liceun artistik dhe kam banuar për pak për pak. Ai sa keni jetuar? Unë vajta 10 vjeç dhe i ka 20 vjeç nga Tushemishti. Edhe gjithmonë peizazhi më tërhiqte. Të godiste, natyra e bukur. Më tërhiqte se edhe nga ajo disa piktor, siç kanë qenë fotostamon e Xhmedin Zajmi, vinin pikturonin në posta babait. Ati, edhe unë në rria i shikoja. Babai ka qenë ushtarak dhe ju jetonit, banonin në Tushemishte. Edhe ju e merrni këtë emocion nga këta piktorë të mëdhenj. Edhe unë shkoja atje dhe i shikoja kështu me ëndje, pastaj filluan ata, "Amor, ke qejf të bësh piktor se dhe zanati që ri, një fëmijë që ri e ndjek atë piktorin që nga fillimi dhe deri në fund do të thot pa interes. Pa interes, nuk do të thot domosdoshmë që e ndjek pa interes, por ama fillon edhe një lloj tërheqje dal nga dal. Edhe më thot në Xhmedin Zajmi, më thotë, "Mo, ke qejf të bësh piktor?" Edhe unë me një kështu, "Kam, po si s'kam," thashun, "po unë kam shumë vizatime në shtëpi." Po edhe në shkollë ku isha se. Dhe besoj ja treguat? Po, shkollën bënim në Zagorçan. Unë edhe librat i kisha të vizatuara, të pikturuara nga jashtë. Edhe kështu që ja përshfaqet zoti Zajmi. Basi përfunduan punën ata. I thonë babaj, "Do, komandanta, po të kthehemi të shikojmë që këto punët e këtij djalit tënd." Edhe i panë ata, tha, "Po ky që nga i talentuar, tha, të vazhdoj liceun artistik." Mua kjo fjala liceu artistik më tingëlloi shumë bukur. Edhe mbasi mbarova atë ishte fjala e duhur. Pastaj vajta konkurrova, po patjetër. Në liceun artistik. Kështu që fitova dhe vazhdova gjatë të hynit në botën e artit, pikturës. Nga dalë duke parë, duke punuar, duke kulumtuar, vitet ikën, isha mësues në Osnat, nga Osnati pastaj kaluan në këtë. Keni dhe lëndë në vizatimit? Po, kam dhënë gjithmonë lëndë në vizatimit. Në arsimin pra universitar. Edukimin pamor, si thonë. Do më thënë, në Xhmedin Zajmi ka qenë, le të themi, njeriu që i parë... Në Xhmedini me foton, të dy, se ata... Me fotostamon. Me fotostamon. Po foto ata që kanë parë katalizatori, si thuash, nxit si parë që unë... Vizatime, thot ishin? Apo ishte dhe piktura? Vizatime edhe me ngjyra kështu, se s'kishte atëre ngjyra kështu lapsi. Atëre... Edhe unë bëja disa portrete, kam bërë disa portrete kështu, kur më kanë dhënë... Pra kumbarët tuaj janë pikërisht këto dy personalitete? Ta dy person. Pastaj masi vazhdova atë liceun artistik, përfundova atë, shkova në punë, edhe peizazhi rural i fshatit më tërhoqi shumë. Edhe ajo që evidentohet në galerinë e përgjithshme të pikturave tuaja është natyra, peizazhi i fshatit. Po. Përveç Pogradecit, sepave të tij. Edhe ka, edhe peizazhi i fshatit, po peizazhi i fshatit është, si thua, i ilustruar dhe i vendosur me figura të ndryshme të po fatkeqësisht nuk ajo që unë vure re, jemi në ekran duke na shoqëruar punët tuaja, po më bën përshtypje mënyra e mullarëve, dëbora. Ja dhe një po tushemisht. Edhe kjo tushemisht. Po tushemisht. Tushemishtarët mbanin nga një kafsh transporti që po për nevojat e tyre imediate. Për nevojat e tyre, jo këto bimësinë, tregtin që e bënin, që shisnin ato prodhimet e tyre. Po, tani ka ndryshuar, sepse tushemishti i shfutur rrugës turizmit. Po, ka një atmosferë tjetër tani në fshat. Tjetër që ka marrë. Kudret juve stilin tuaj si do ta përkufizonit në pikturë? Po, unë stilin e kam impresionist. Po, nga një herë
kur më pëlqen impresionizmi tuaj mbetet shumë interesant, janë ca kuba të vegjël që e përthyejnë figurën edhe edhe ato kuba ndoshta mes impresionizmit dhe surrealizmit endet artistikisht. Ja, themi surrealizëm, po midis një kubizmi, si ta themi, një fill, duhet regjia të lëvizë dhe piktura. Një artist, një piktor, gjatë gjithë krijimtarisë e tij, fillon të kulumtoj, fillon të eksperimentoj në krijimtarinë e tij. Edhe unë fillova po bëj disa kështu eksperimente, le t'i quajmë. Po, bëj ndërthurjen midis kubizmit, një kubizm i vogël, edhe i realizmit. Se, po ta shikosh me vëmendje, piktura ime telajva kuadrati që është gjysmë realist, gjysmë kubist. E kuptoj. Edhe ai dhe ato përzien të dyja dhe sigurisht kanë gjetur një roj. Rinë shumë mirë. Kështu më duket mua. Rezultatin në punën tuaj. Nuk kam ndonjë shqetësim kur i shikoj se faktikisht kur e nis një punë, unë e nis nga realizmi, sepse realizmi është ajo që mua më ka edukuar. Pastaj me kalimin e perfeksionuan gjërat. Ditëve realizmi unë filloj në studio dhe mendoj. Dhe mirë bëni. Edhe filloj që eksperimentoj që ai faktikisht kanë bërë disa punë kanë dalë të suksesshme dhe kanë patur sukses kanë patur. Po patjetër nuk e them. Po çdo gjë është shumë e lodhshme, është shumë e lodhshme. Më bëri përshtypje në fillim të emisionit kur thatë fshini disa ngjyrat që nuk ju pëlqejnë. Po kur pozicionojeni në studio, pra keni hikur nga tereni, nga natyra. Ik nga natyra, nga tereni edhe futesh në studio. Kur futesh në studio, në kuadratin e asaj në kavaleti shikon më qetë punën, sepse nuk ke shqetësime tjera ose hapësira. Atë kufizohet dhe fillon ndonjë, shikon me vëmendje ndonjë ngjyrë që është, si thuash, nuk e përshtatet ose është bërpis. Detyrohesh tak të vësh atë panelin të afërt, të korrigjuar edhe kamufluar ndoshta atë. Të afërt që ta ka një ngjyrë që ju e preferoni, që është ngjyra juaj e dashur. Po unë ngjyrën e dashur kafen kështu këto okrat edhe blun, sepse më ka detyruar bluja e liqenit, Esmeraldi i liqenit kështu, sepse liqeni është jashtëzakonisht i çuditshëm. Jashtëzakonisht, sepse ti fillon në një moment por të kthehesh nga ana tjetër ka ndryshuar çdo gjë. Bile një histori e kam me këtë lloj kështu ndryshimi. E themi dot këtë histori? Po patjetër. Mitat Sakja ka patur një lokal dikur Ble Albi, dikur. Edhe unë shkonit. Me që i kisha të njohur shok, me që kemi që në një shkollë atë, i them që të hap një ekspozitë të ri me drejtim shitje. Edhe vinin këta blinin, shisnin, blinin. Po ekspozuan punët. Po ekspozuan, unë gjithmonë e rifreskoja, edhe pata një rast me disa funksionarët, ishte një hidrokarbure, API, quaj, po nuk e di a ekziston më ajo. Jo, nuk ekziston më. Ata ishin në shkollë e partisë, ishin vendosur atë. Pozicionuar. Edhe do blinin punë. Do blinin punë, marrin telefon, unë nisem, bashkohem me ata, edhe pyetja që më bëre, domethënë, si ishte mundur tha që po liqeni ishte i çuditshëm, i thash se nga momenti në moment ndryshon ngjyrat. Si ta them unë, sikur më dëgjoj njeria, nuk e di, sikur natyra filloi po e gërsoi, nga ajo filloi po bëj grigjo, filloi po bëj dhe ata u bindën realisht. Esmerald, pastaj mori një blu marin, se po anin dreka atje dhe po shikoni gjithë cikël të ndryshimit të ngjyrave. Në fund fare tha, kjo zonja tha, kete drejt tha. Peizazhi ju ka bërë juve. Kaq të, sepse edhe peizazhi kur, sidomos liqeni, kur fillon nga një gamë që ka gri dhe fillon futet në ato esmeraldat, ose në ato blut, ose në ato marinat që ka, atëre ti detyrohesh që të punosh sa më shpejt, edhe ajo shpejtësia që të
të nxit. Po gjatë punës ato pasqyrojnë edhe në vetvete kështu. Po normal lën një lloj shije mbrese. Lën shije mbreset, gjithaj ka. Ajo është një peizazh, është një poezi më vetëm. Po patjetër. Për mua piktura, fotografia është poezi e ngrirë. Unë lexoj nga një ato poezitë e Lazgushit edhe them jemi këtu te kjo gjendje, e kuptoj. Jemi këtu, mundoheni që të mbeteni. Edhe po të kesh një peizazhin, për shembull, një peizazhin tim edhe fillosh për një poezi që i këndon ose fare mirë përshtatet, nuk e vën dyshim. Më thatë që kishit pikturuar këto ndryshime të ngjyrës së liqenit, po kam idenë që e keni sjell Pogradecin edhe në 4 stinë, apo ka një stinë që nuk e preferoni? Jo, unë e keni përjetuar besoj. Gjithmonë Pogradeci është shumë i bukur në çdo stinë që të punosh. Megjithatë unë mendoj që prangim është dimri për ju, sepse kam parë ka shumë bardhësi edhe bukuri. Edhe dimri ka bukurinë e vet, edhe pranvera ka bukurinë e vet. Pastaj unë merrem me këto kolonit. Edhe vjeshta. Edhe vjeshta është, sidomos vjeshta njëherë për piktorët është maramëndse. Maramëndse. Më magjike, më që të mbush. Dhe ti mundohesh domethënë që të hedhësh tërë ato. Jemi takuar një herë në Ersek me kolonitë e piktorëve, rastësisht keni qenë dhe ju aty. Po, unë marr pjesë në gjitha ato kolonitë që organizonte edhe ajo marrja e pjesë e kolonisë ka një domethënie të vetë, sepse gjatë kohës ne dalim në peizazh, po gati gjysmën e kohës e harxojmë në studio. Kur shkëputemi nga studio dhe vëm, këto janë evenimente të bukura se ballafaqohesh me shokun. Ka qenë një koloni organizuar nga Fatmir Toçi dhe Bashkia e Kolonjës, edhe ju kishit peizazhe interesante aty. Fatmir Toçi i bën këto. Si primarje domo koloni, domo që fton goxha piktor, edhe fiktor të mirë. Edhe dinjitoz. Pra keni punë në të gjitha stinët të përjetësuara në Pogradec? Po, Pogradeci është, nuk e di, magjia e 4 stinëve. Të tëra, më të gjitha morën në çdo, në Dbor, po në Pranver, po në Vjesht, po në Dimër, po i ka, tëra i ka. Nuk mund të vej një piktor ose të vi një piktor, siç vinë nisen Kastile, nga Enkas, nga Tirana ose nga një vend tjetër, nuk mendojnë ata se është Vjeshto, Pranvero, Dimro, futet atje ai tak mbaron. Atë simfoninë e dallgëve, sidomos kur ka dallgë. Me atë simfoninë e dallgëve rria 4 orë, 5 orë mbaron e hedh atë. Ama edhe një poezi, edhe një vepër le ta quajmë artistike. Edhe një mesazh, se edhe neve kur punojmë me artin, me pikturën, me peizazhin, mesazhe japim. Personalisht, nga se kam parë në faqen tuaj të Instagramit, punimet tuaja, por edhe në ato pak ekspozita që keni hapur këtu në Pogradec, nuk e di, unë për vete jam dashuruar me ngjyrën e bardhë, të bardhën tuaj të Dborës. Po dëgjoj. Me bardha e Dborës ka një sekret. Që është? Apo s'duhet ta tregojmë se na i marrin? Jo, po nuk si kuqja e Anufrit. Vaj sekreta unë, jo. Si kuqja e Anufrit. Si kuqja e Anufrit, po duhet të dish si thua planet. Sidomos kur është koha me diell. Mirë, ne do ta shpjegojmë këtë sekret, po më njëherë pas publicitetit. Po patjetër. Jemi rikthyer sërish në studio, zonja dhe zotërinj. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur Info Ftes, me mua Vion të jetë i ftuar në studio piktori Kudret Ruollari. E ndaluam pikërisht rrjedhën e bisedës sonë tek ngjyra e fshehta e të bardhës. Tani e bardha ka një sekret. Sepse Dbora kur bie është rafsh. Dielli ku i bie krijon një lloj gati kënd. Tani toka ka tjetër, po ta shikosh me vëmendje, ti është një çik ka tjetër ngjyrë. Po ta them ngjyrë nga mund ta anoj nga ngria, mund ta anoj nga bluja,
Po zakonisht piktorët këtu në grija, në bluja, edhe këto letë, po. Këto nxjerrin të bardhën tuaj. Po, të bardhën. Pastaj po ti jetë drejt për drejt, është e bardhë, past. Ajo. Ja pejzazhet tuaj. E shikojmë të bardhën në ekran. Është e bardhë, ja. Shikoni janë si bie ato. Gjurmët. Gjurmët si janë, gjurma është më errët e krijohet ajo. Po duhet të krijosh edhe atë, duhet ta kesh pak, si thua, të përgatitur këtë që të duket tamam gjurma ajo. Po kujtoni një novelë të Margezit, Gjurmët e Gjakut Sovjan. Edhe kjo në Sovjan, se unë në origjinë nga Sovjani jam, babane kam nga Sovjani. Edhe është jam lidur në Sarande. Po, është ajo. Pra duke qenë ushtarak babi, keni shtektuar në disa vende. Kemi. Pra kjo ishte e fshehta të bardhës tuaj. E fshehta e bardhës. Ka pastaj krijon grit, krijon. Këtu kam idenë është ditë me furtunë. Po. Është stuhi? Stuhi këtu, po në një cep pallati nga këto rruga Ganium Çani, është ajo, po këto janë ato magazinat e arsimit i mban mend, s'ka më tani. Ky peizazh ka vlera historike sepse këto ka evidentuar edhe kohën kur skema aty tani. Kjo është ajo e fshehta. Un kam, domethënë këtu dëbora juaj është në, le të themi, atë furtunën e saj, prapë këtu jemi në gjendje me këtë kubizmin. Kubizmi tani kjo është realiste, është punuar realiste. Pastaj nga realizmi se gjysma e peizazhit është realist. Nuk ka ndonjë. Gjysma është e kuptoj. Modern kubist. Më shumë dëbora juaj është qetësi apo melankoli në pikturë? Se pash që kishte edhe atë fortunën. Nganjëherë varet se piktori mundohet të kapë emocionin. Impresionin e peizazhit, emocionin. Sepse nëse peizazhi është i egërsuar ose me fortunë, me erë, po ato do evidentosh. Ai ka dalë aksidentalisht. Tani po të them dhe në ç'kuptim aksidentalisht. Po të them dhe të vërtetën e peizazhit si ka dalë. Unë mbrapa atij peizazhit ka një peizazh tjetër. Dhe unë nuk kisha të lajo. Edhe u mundova që ta fshija. Si puna e palimpsestit Martin Samajt. Po. Ajo ngjizja që bëhet. Ngjizja, po, unë mundova me kemi ta kështu si mistri të vogla, ne quhen spatulat. Edhe marr një nga ato spatulat edhe i mundoja që ju pikturoni edhe me spatull përveç penelit. Po, edhe me spatull, po. Edhe mundoja që ta fshija. Këtë piktorin shqiptar që pikturon vetëm me spatull, ka ndëruar jetë, ka jetuar në Turqi, miku emri tani. Omar jo, Omer Kaleshi. Omer Kaleshi ka pikturuar vetëm me spatull. Po, ai ka bërë vetëm koka. Po, koka njerëzish, po kam idem pa vesh. Pa vesh, po, ja kushtonte më tepër me... Kam lexuar Artin se krijim të Kadarisë, me qylaf në kokë, me plis, me... Edhe më është fiksuar që nuk pikturonte me penel, por pikturonte me spatull. Me spatull. Ju përdorni dhe spatullën dhe penelin? Po, edhe spatullën. Spatulla përdoret në ca momente kur do që të krijosh ato planet e para ose të pastra. Edhe merë bojën tak edhe e vendos që të kriju atë. Pra ju po fshihnit. Unë tani bëja të kundërtën ati peizazhi për ta fshirë. Atë dhe bie dera. Vjen goca nga shkolla. Se ishim Tiranë atyre. Thot, qa bërë ba? Tash unë po ta fshi këtë peizazh se s'pëlqen tash unë, po do bëj gjendje tjetër në kokë. Edhe ajo e pa kështu. Jo, tha mos e fshi ta. Mos e prek ta. Si mos e prek? Mos e prek, ma merr mua nga duart edhe e fshe. Mbas një javë, 2 javë, ma nxjerr mua. Ba shikoj, shkoj një kornizë edhe ta shikoj. Se korniza kur e fut kuadrat e pozicionon një tjetër vështrim. Ja jep korniza pikturës sepse korniza e mbledh dhe 50% të vlerës. Ja jep. Edhe e zbukuron, kurse kur e shikon kështu ka një shprehje. Që korniza, ajo më fal, piktura pa kornizë është si generalin pakuror. Mbreti pakuror. Generalin banje. Kurse kur
Edhe me kornizë kuron bukur dignitet. Thot se generali në paratë. Jo, unë do të ma keni dikur një pyetje të doja të u bëja edhe në vijim, po se ka shumë piktor, ndoshta edhe nga mungesa e financave, kur bëjnë ekspozita shpejt e shpejt, pjesën më të madhe të pikturave i sjellin pa kornizë. Edhe jam plotësisht dakord me këtë që sapo thatë ju, që humbin një pjesë të shkëlqimit të tyre, të gjitha këto punë kur realizohen pa pjesën e kornizës. Unë të parën, si thuash, vëmendje i kam kushtuar pikturës time te korniza. Ne kurimi i saja. Po, është një detaj domosdoshëm. Po se kurove bukur, nuk naqesh vetë. E nxjerr atje pa kornizë. Nuk t'jep ndonjë. Kurse kur e ke me kornizë bukur, e mbyll kuadratin edhe vetë kënaqesh, po edhe ai ardashti thot sa bukur e ka bërë. Se ka dhe raste kur thonë që sa bukur është kjo korniza. Pra ju po thoni të drejtë që jeni piktor realist, do më evidentohet kjo tek punët tuaja, po sa vend i lini imagjinatës? Pra imagjinata, piktori pas pati imagjinatën nuk mundot. Bie piktura. Bie piktura. Se duhet të mbështetet në disa kolona. Plane parë, plane dytë, ke horizontin. Se ngjyra vjen duke, si thua, u forcuar nga planet e fundit, që janë të zbeta, vinë duke forcuar dhe në planet e para, që të japi atë si thua, bukurinë dhe ti e shikon peizazhin, po dukesh sikur je brenda. Brenda atij. Përfshihesh, pra gjithë përfshihet. Po ka dhe piktor, për shembull, që nuk i kushtojnë shumë vëmendje këtyre planeve. Edhe bëjnë si të munden ose si. Tani nuk është puna si të munden, po ata duan të arrijnë atë, si thua, dritën. Se nuk është lehtë për ta gjetur dritën këndi. Janë disa elementë që duhet ta ashu pikturën, duhet ta kurosh, duhet të punosh, duhet të krijosh që nga planet e fundit, po duhet të ruash dhe dritën, po duhet të ruash dhe koloritin, po duhet të ruash emocionin, po impresionin, po janë komplekse të gjëra. Po me marrjen e përvojës, si thua, viteve të kalon. Perfeksionohet edhe besh, si thuash, piktor. Pastaj nga njerë, themi, unë e bëj peizazhin edhe e shikoj nga njerë, kështu më pëlqen bukur. Edhe them, pse unë e kam bërë këtë, thot. Të katë në njërë kënaqësia. Unë e kam bërë këtë, thot, si e. Kështu që emocioni kënaqësisë. Kudret, ka një vend që është prangimi juaj këtu në Pogradec, që shkon njerë pas here, le të themi, pikturoni në të gjitha stinët. Ajo që kam evidentuar është një moment aty te Moli, e kam parë në verë, në vjesht, në dimër. Ndoshta ka edhe ndonjë pozicion tjetër. Po unë nga njerë, si thuashi, kam kapur këto pikat ku duhen në Moli, këte pjesa, këte nga kampet, tushemisht, nga pjesa e sipërme e tushemishtit, po nga njerë kur për efekt ose për nga njerë mbushim kështu, dalim kështu, po gjem në një pikë kështu, ku na ajo pëlqej, ulemi dhe fillojmë punojmë, po nga njerë shpëtojmë edhe këte nga këto fshatat rural, këte Zvirina, Anemban, Qarkut. Këte Sovjani, sidomos në dimër, janë peizazhe tamam si ato peizazhet ruse. Të shkëlqyera. Edhe vetëm, si thua të rish, ti punosh, po i punon me ndjenjë, me përkushtim, po edhe ajo aftotësira aman e di vetë se kemë të bërë. Po, nuk është e lehtë të pikturosh në dimër. Po të pyesësh një piktor, për shembull, se pa lëvizuri. Po pa lëvizuri, po çdo peizazh që bën ai ka një histori me vete. Tani do bora kishte rënë. Unë marr kasetat, bojrat, edhe nisem, po në Sovjan më pëlqen shumë se ka ca pika të bukura, se i kam ashtu që i vogël. Po, i keni fiksuar. Edhe kap një pozicion atje, tak, edhe mbrapa ishte një kanal, një 2 metro. Mande, po ne kemi një kështu një
si thua të brendshme ose ego, kur punojmë peizazhin duhet të largohemi pak mbrapa për ta parë. Mos më thuaj që keni rëshqitur aty. Po, edhe unë në kanal, po nga shtëpia më shikonte një kushëri tim. Apo bëra kudreti. Jo, shikonte ai s'kishte se unë më shikonte mua sakrifica. Po. Më shikonte edhe bukuria e artit qëndron te sakrificat. Më kujtohet një fjalë e atij Kujtim Buzës, profesor kujtimit. Edhe kujtimi thot, ka thënë qa piktori e ti tha? Po piktori tha. Kur s'te ka ngrënë një gjarpëri në peizazh, kur s'ke thyer këmën, kur s'je lagur, kur s'je lagur, kur s'ka zënë shiu, qa piktori e ti tha? Bukur kjo. Kështu që peizazhisti has shumë vështirësi gjatë. Nuk e vën në dyshim. Nuk e vën në dyshim. Ju keni edhe portrete njerëzore. Do të më ndihmoj regjia, ndoshta, me disa prej tyre në këtë moment? Unë kam punuar portrete të ndryshme. Ja, jemi shfaqur në ekran. Kam një portret, kjo është festivalistja, kam punuar në Gjirokastër. Nga festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës. Festivali mbarkombëtar i Gjirokastrës. Kam edhe disa portrete. Do t'i lutesh regjistre të ecë me portrete? Ja u kam dhenë kështu, ja u kam falur. Aja profesor Gjergji. Profesor Gjergji Kusho ka ndëruar jetë, homazh edhe për profesorin e nderuar. Respekte, po. Edhe faktikisht e keni kapur portretin. Jo, më pëlqen mënyra se si. Ky është nipi? Jo, ky është një nipi i ndonjë shoku tuaj. Një kutim, një komshiu tim që kam patur. Shumë i gjallë si portret dhe evidenton. Mami? Kjo është një nëna e një shoku tim prapë. Kisha idenë që ishte nëna juaj. I keni realizuar prindrit, se ndonjëherë ka dhe pengje që nuk kanë dashur. Mos më thonë, s'kan dashur, po pse? Ja, nuk e di, nuk kanë dashur. S'kan dashur të pozojnë? O, baj, thosha une, rimo se do të bëj një portret. Edhe, po ikon në lera ata, se nuk kishte shumë. Të ka ngellur peng që nuk i keni prindrit? Po, peng e kam. Por mund t'i risillni nga fotografit? Po, nga fotografia, ndo një ditë edhe mund t'a realizoni. është më kollaj. E kam më kollaj nga fotografia. Ta këtheni në mision të mundur atë që s'keni bërë. Po, këthejemi në ajo fotografia e profesor Gjergjit. Aha, të portreti profesor Gjergjit. Të dy me këtë Lazi Qafkon. Aha. E lini të dy ata. Edhe unë i shikoja kështu gjithmonë kështu. Dhe i thatë, profesori i thatë, profesor Beloni. Me erdhen aty në ajo, në studia, se me Lazin kisha muhabet, po edhe me Gjergjin. Edhe pozoj profesori. Edhe erdhen pa te klip ata. Edhe çfarë po bën, kam qef të shikoj, po shikoj dhe shunit pa. Pastaj, si që po bisedonin, kim nga një kafe ati, i thashun, të bëj një portret, thashun. Po si, me kënaqësi. E bukur kjo. Po. Haj, thashun Lazi, po ti, bëjta do jetë gjë më mirë. Dhe ja ku kemi të përjetësuar profesorin që të për ka ndërruar jetë tani edhe 10 fishohet vlera e emocionit dhe kënaqësisë që mbartë. Gjinia e portretit është e vështirë, portreti është i vështirë. Më të vështira se një piktor që hyn për të bërë një portret, o e bën o nuk e bën. O duhet të ditë vizatoj bukur njerë, sakt, që nuk ngjan kur vjen puna, pas me ngjan. Kam patur një rast. Në fakt, ashtu është, të shikosh vetën dhe mos të ngjaj. Një rast, edhe e kishte marrë foton, edhe e kishte vizatuar, mera, e mbarova, i thaj, urdhë. Pa, nuk më ngjan mua, se është në nëjme. është vështirë të kapësh karakterin. Sidomos portreti duhet të ristrikt. Edhe duhet të përqendrohesh. Sepse portreti ka, se edhe një piktor për shembull, mund të ri nga këta që dalin për shembull në rrugë bëjnë portrete, mund të bëjnë 1-2. Po pastaj 3-4 se lodhet, është mervesh ai, nuk është.
Nuk e qëllon, le të themi. Kurse po ta marrësh një për shembull portret me 2 ose 3 seanca, kështu që e realizon nga 2 orë se dhe modeli lodhet. Duke qëndruar. Edhe ai qëri lodhet. Po. Kështu që të dy preferoni të pikturoni njerëz që janë të njohurit tuaj apo fytyra rastësore, anonime? Po jo, unë apo i keni lëvruar të dyja format? Nuk më ka, si thuash, patur në një kështu, nuk kam patur në një. Unë kur më ka bërë përshtypje për në një portret ose në një që kam patur respekt ose kështu, një lloj qasje kështu, e kam punuar. E kam punuar dhe e kam punuar bukur. Cili tipar kam shumë rëndësi në punën tuaj, le të themi syt, hunda? Po ja, po ka dhe dëgjoj, me portretin mund të bësh, mund të luash, po ti je vizatues i mirë. Por unë mund ta bëj atë. Për shembull që mund të ri, për shembull, ta vizatoj sakt, po mund të ti agzagjeroj ndonjë element tipar që ka ai më shumë dhe pa e ashtu nga ti më shosh më shumë asaj gjë. Po nuk jam marrë me ato. Nuk jam marrë. Unë më tepër kam qenë piktori realizmit. Edhe evidentohet vërtetësisë, po. Ashtu e kemi marrë edukimin edhe. Sakt. Pastaj gjatë rrugës fillon edhe si thua krijon atë pozicionin tënd ose kënaqësinë tënd. Po edhe këto që kam bërë, unë kam bërë nga kënaqësia. Po patjetër, ja, po nëse nuk është një krijues estetike kënaqësisë, po që të marr atë krijuese dhe të eksperimentoj, nuk unë eksperimentoj edhe me nxënësit e mi. Në formën po ju jepni detyra që të përshfaqen nga shumë dimensione vetë. Me një teknik që quhet monotip. Unë kam qenë në EMIA. Edhe zgjodha një grup fëmijësh në orën e vizatimit. Po, u jepja piktura atje. Edhe i mora ata dhe me një teknik shumë të thjeshtë quhet monotipaj. Pikturonte në xham. Edhe e vije fletën me ngjyra, edhe vije fletën po, ama duke prekur pastaj fletën, si thuash, me pjesë të duarve, ose pëllem, ose me shtytje, ose me këto gishta, ose me pjesën e mbrapme të dorës, dhe krijonte një lloj bukurie ajo, fleta, të jashtëzakonshme. Pra një lloj eksperimenti që, është një lloj gratës këtë ambash. Po ja, kam këtu shumë të kënaqur, monotip, po, është dashur moderne. Me punën fëmijën, në rastin konkret nxënës. Po nga njerë hynë në realizëm. Duke krijon forma gjëra të çuditshme. Duke vënë në punë, për shembull, një nxënës edhe asiston. E kuptoj, edhe teston ku preke këtu. Edhe nxjerr informatë. Kur dolin ai dolën si ne kemi krijuar një vepër arte. Dy vepër arte. Nuk bëhet ajo film dokumentar, çdo vi një vizatim. Po. Mesazhi që po ja unë nuk mund të prodhosh, më doli tani pa ashtu kjo tregimi që po tregoj se i kam në celular. Po ata janë në klasë 3, në klasë 2, klasë 4. Jo, më vjen mirë që inkurajoni dëshirën e pikturës tek nxënësit tuaj. Para drasës mora 10 punimet më të mira. Edhe i reshtova. Edhe i them drejtoreshës. Veten drejtori them, ka mundësi të shikoni diçka? Po, u ngritën ato të dyja. Edhe po i shgonin. Pyetja e parë që më bëri, më thot, veti ke bër? Unë denja. Jo, i thash, unë nuk i kam mund, tha. I kam nxënësit. Jo, s'ka mundësi, tha. Më vjen keq tash unë po ta bëjmë provë. Ta eksperimentoj këtu unë. U bin drejtoresha. U bin drejtoresha që po u hap një ekspozit, po nga ana ime ishte shumë e realizuar, por nuk e besonte njëri që i kishin bërë këta. Fëmijët. Po kishte shumë të bukura. Po patjetër. Ajo thamë, nervi dhe emocioni. Fraktura po që linte në letër, ai fëmia që shkelte letrën me tëra kishte. Unë nuk i bëj dot. Jam munduar, nuk i bëj dot. Jo, më vjen mirë që nuk e di, ishte bashkëpunimi midis meje dhe atyre. Ndodh kjo gjë. Dhe krijuan shumë. Pastaj u paspartova unë me karton, me duruap ekspozita.
Jo, s'ka më bukur kur e bën orën kreative, interesante. Po atje kam interesin e nxënësve. Kam vlerë kënaqësinë më të madhe se arrita domethënë që të në një teknikë shumë e thjeshtë, po ama i vut jo vetëm në punë, por edhe fituat kënaqësi. Patjetër, ata kënaqen vetë. Po pram. Kështu është rruga. Interesante edhe kjo formë e testimit të nxënësve. Po. Ju vetë, po, sigurisht e testoni deri diku kënaqësinë që merrni në ekspozitat që japni nga shikuesit, nga vizitorët. Ajo, pasi është një lloj kështu festivali ose një lloj kështu muzike që kur hap ekspozitën një piktor, shumë emocione. Sepse varet si do pritet. Po normalisht, pritshmëritë tuaja janë të mëdha. Po edhe, ama në fund fare ndihet ajo. Kur i thonë, të lumë dora, bravo, sa bukur e këtë. Pastaj kënaqësia më e madhe është atëherë kur të vjen një nga këta koleksionistët. Dua t'ju bëj një pyetje që vjen nga letërsia. Në fakt kam lexuar Ernesto Sabaton, kam lexuar romanin e Tituneli dhe s'ka rëndësi të ndalem tek ngjarjet e romanit. Ai është piktor dhe e dashura e vet Maria Zonja që do të bëhet e dashura e tij shtanget dhe shikon me orë të tëra një pikturë. Ka ndodhur me vizitorët tuaj të jenë përkushtuar në piktura të veçanta? Po, ka ndodhur. Para mja 2 vjetësh, unë kam hap një galeri në poshtë, përballë asaj kafes. Breg Liqeni, kur shkon rrugës për në kampet. Aty keni studion tuaj? Jo, e mora me qira. Dhe edhe hapët, prezentuat pikturat? Prezentova punët, po pikërisht këto me të abstraguara pak midis realizmit dhe kubizmit, që kisha dhe i vendosa kështu për ta testuar. Edhe i bura një çmim. Vinte një, thoshte, më jep këto të treja, thot, me këtë çmim. Po njëra kishte një çmim me këtë çmimin e këtyre. Jo, i thosha, më vje keq. Edhe erdhi disa era, paqës nuk. Pra ka njerëz që prangohen, pozicionohen në një punë edhe duan Ka sepse misioni i artit ky është e bukura. Sepse ai dashurohet mbas të bukurës, mbas peizazhit, mbas figurës, mbas natyre qytetit. Dikur mbaj mend që paktën dhe Galeria e Arteve në Tiranë, Galeria Kombëtare, kur çeleshin ekspozita edhe kishte shumësi piktorësh në to, pikturat kishin dhe një titull. Shikoj që me kalimin e kohës titujt janë zbehur, janë hequr. Kjo vjen si një dëshirë e vetë piktorëve, si një pamundësi për të pasur pikturat më tituj, si një, le të themi, mod e shkuar, e kaluar, apo si një dëshirë e vetë piktorëve për t'ju lënë dorë të lirë në mendim njerëzve, se titulli deri diku të kufizon, të fut në një grack. Po, tani peizazhi shqiptar njihet nga të gjithë, sepse edhe ardashtit, edhe populata lëviz në gjithë vendin. Edhe dikush mund ta shkruaj për shembull. Peizazh nga Pogradeci. Po tani ai duket thjesht Pogradeci, tani si ta bëjon peizazh Pogradeci, fjala vjen. Si duket është një lloj kështu moderne, për shembull, që të mos vendosësh më tituj. Ju vetë preferoni të vendosni tituj? Janë mjaftuar me çmimet e pikturave. Dikur ju vendosni tituj në ekspozitat tuaja dhe sot jeni bërë edhe juve bashkëorë duke hequr këtë formën e titujve? Nga njëherë, unë edhe nga një në Facebook e shkruaj, edhe dimensionin, edhe titullin e tëra gjitha. Po tani, unë duke qenë gjithmonë në Pogradece, duke punuar gjithmonë peizazhin e Pogradecit, si mund ta bëj në Pogradec, po ka për shembull që edhe mund ta bësh Pogradec një, ose një varg që mund të të bëj përshtypje dhe e sjell për ilustrim. Ju nuk keni vetëm Pogradecin, keni qytete të tjera, kam parë Gjirokastrën, kam parë Beratin, do t'i lutem regjis. Po.
edhe Berati. Të më nxjerrë edhe këto piktura. Kryesisht Gjirokastra, Berati, neve këto puna kanë ngelur nga kolonitë që kemi zhvilluar, sepse gjatë 4-5 ditëve që rim aty të akomoduar. Ja, jemi në Berat. Po, në Berat. Neve punojmë 3-4 punë. Po, nga këto 4 punë, për shembull, hapim ekspozitën i paraqitim të 4-ta. Ata zgjedhin 1. Këto të 3 janë ngelen neve. Ne i marrim dhe i mbajmë. Tu jemi në Korç, në Gjirokastër? Jo, këtu është në Bitola. A jemi në Bitola? Jemi në Bitola. Bile këtu është ditën e alfabetit. Kam idenë që duhet jetë ajo pjesa e godinës. Sa hyn në rrugë. Është pazari. Po. Pazari, sa hyn aty. Godina e alfabetit. Dita e alfabetit. Tu jemi në Gjirokastër apo në Berat? Tu jemi në Berat. Pra Berat. Bile në lagje Mangalen. Keni ndonjë simpati për këtë qytet? Jo, po na kanë ngelur këto se ne vëm edhe nga kolonitë e ndryshme dhe ju fiksone. Pastaj kam qenë edhe në Francë, më fton një president e gjykatës lartë franceze aty, edhe ata interesant zgjodhen një Berat, se ka parasysh atje në ai filmi General Gramafoni kur i jep ato mollët ajo në dritarja, ai peizazhi. Ka patur sukses aty, po. Ka patur shumë sukses. Po unë ka një përveç Pogredesit një qytet tjetër që ju prangon shumë. Po Gjirokastrën, po Gjirokastra kam ndonjë 4 vjet i vogël kam bërë shkollën fillore atje. Pra është një lloj prangimi edhe Gjirokastra përveç Pogredesit. Për Gjirokastrën kam një peng që do vete dhe do ri një farkoje edhe do të punoj disa punë ose do të mund të hap dhe një ekspozit. Shumë mirë do bëne. Sepse edhe Gjirokastra është një peizazh, si thua. Një moment tjetër në punën tuaj është natyra e qetë, lulet, tablot, i shikoj. Për ato do flasim pjesën e tretë. Po, patjetër. Kalojmë publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të Infoftezën dhe Zotëri, me mua Vion tjeti ftuar në studio Kudret Durolari, piktor. Kudret ishim duke folur për natyrën e qetë, për natyra të tipit... Natyra e qetë, natyra e morte. Ose natyrë morte. Ju keni fruta, keni lule, keni... Regjia do të ndihmoj besoj në këtë moment, edhe i konkretizojmë. Me Koranin e famshëm të Pogradecit. Po. Ja presim ndoshta në ekran që të evidentohen. Ja, jemi, i qershit. Është pranverë, besoj koha kur bëhen qershit. Po, natyrë e qetë. Ja dhe lulet. Edhe kjo me trëndafila ka historinë vete kjo. Që është çfarë historie? Janë hedhur në rrugë. I kishin këputur dhe hedhur. Ndoshta edhe do një çift i zemëruar. Nuk e di. Unë i marr, i mbledh edhe i vete në studio ta, edhe në vazë edhe punën. Edhe ne kemi fituar një pikturë. Po edhe një gjendje, ja edhe një. Kjo është pastel. Kjo është në pastel. Kjo është pastel. Pastel punoni edhe në pastel edhe në grafik, besoj gjitha i keni lëvruar. Unë punoj pastel, vaj, akuarel. Është i vështirë pasteli? Po, nuk është i vështirë. Ja prap një tuf lulesh. Ka 2 lloj pastele. Ka pastele soft si shkumës, ka dhe pastele vajore. Lulesh qera? Po. Jo, këto janë këto lulet që janë këto që mbjellin rrugës. Po. Ose lule bako ju kemi thënë në fëmijërinë tonë. Jo, lule bako janë një lloj kështu të kultivuar ama që i gjenë për dekorative që janë për lulishtet e Pogradecit. Gjendje janë dhe këto, shumë bukur. Po, edhe këto i kam gjendje. Kam gjendje unë këto. I kam në fondin tim. Çfarë simbolike kanë lulet për ju në pikturë, përveç se momentit real që treguam? Po lulja ka ngjyrën, ka pastërtinë, ka delikatesën, ka atë brishtësinë. Ja, shumë gjëra. Edhe një piktor që varet se si pikturon, varet se si... Natyrat e qeta zakonisht vijnë nga momente relaksi, qetësie për piktorin? Po,
Tani, natyra e qetë, S'mund të krijohet kur je në luftë nervash me veten. Jo, kur bëhet, kur bëhet natyra e qetë. Kur ndodh me ky lloj pakti me piktorin. Kur ti shikon veten që bie në një grigjo ose në një nuk ke ngjyrë më. Nuk ke ngjyrë as në peizazh as. Edhe nganjëherë detyrohesh merr një natyrë qetë, edhe kur punoj, unë kam punuar me Kenon, kam punuar 10 vjet në Skënder Lakon. Keno i thoni po Keni. Gjergj Lakos, piktori të ndier. Edhe më thoshte më njëherë, kudro kemi rënë në një grigjo modë. Është i rëndësishëm kompozimi në natyrë të qetë, drita. E merr ato lullet i merr edhe i vendos në vazo. Mbush vazon me ujë që të mos të kesh një jetë gjatësi të lullës. Që ti rikthesh her pas here. Ndëroj pozicioni ose mos vyshket ose mos që të rije freskët. Sa ta hedhësh, pastaj edhe hall më vete mos fyshken lullet. Jo, mos fyshken dhe, se po u ashtu. Edhe kështu që fillon vizatimi, fillon ngjyra, fillon. Një pikturë për ju nis nga ndjenja apo nga ideja? Po ka të dyja janë, edhe ndjenja edhe ideja, sepse me një natyrë që do të thosh diçka. Lule, për shembull, ka edhe natyrë që me sende të ndryshme në bakri ose kështu me gjyma e me ka lloj-lloj. Juve sa kohë me realizimi një vepre? Po varet nga një ditë, varet si të ndodhem. Portreti kërkon më shumë kohë, besoj. Një ditë, 2 ditë, një javë, varet si të ndodhem unë. Kur ka qenë, ka një pikturë që ka kozjatje të gjatë tek ju? Po ka kryesisht ja këto që eksperimentojnë, për shembull, që eksperimentojnë se i mendon pa e ve. Se duhet të krijohet edhe ideja një herë, pastaj hedhja e ngjyrës. Harmonia e kuadratit të trekëndshëm të kur një piktor ndihet i bllokuar artistikisht? Po që ju s'doni të kapni penel me dorë, spatull. Kam patur ndonjëherë. S'ka një moment të tillë. Po kur kam patur ndonjë kështu gërç ose si të thuash në një shqetësim, ja kur më ikën të dy prindrit, unë kam punuar shumë. E keni nxjerr, le të themi, ai emocioni që ishte me punë hidhej në telajo, si thua e nxirri atë të keqen. Edhe çuditesha, them nga një shu, edhe nuk shkëputesha në telajo e më mbante të mbërthye. Në tërësinë e artit shqiptar të piktorëve, si e shikoni veten tuaj? Tani që jeni pozicionuar edhe në atë album që ne hapëm emisionin. Po tani çdo njeri edhe çdo artist, çdo piktor ka ndjet mirë kur e shikon. Një ëndër që të hyj të bashkohet me vlerat në rrugët pavarësisht, domethënë vlerat i din ata, nuk i di unë. Po përderisa u kanë zgjedhur vlerat i di një kritik ose një, po fatkeqësisht se të rrallë janë kritikët në Shqipëri, se nuk. Ju ekspozitat tuaja i keni vetëm në Shqipëri apo edhe jashtë Shqipërisë? Po, unë kam patur një rast, kam ikur në Paris. Më ka marrë një presidente gjykatëtar franceze. E tham pak më herët, keni qenë me ekspozita apo me disa punë? Me 40 punë, ekspozit komplet. Dhe kjo është hapur në kishim privatisht. Në studion e këtij të shoqit avokat ishte ky, po kishte një studio u prit mirë ekspozita. Shumë të madhe, po. Por ishim një skulptore, ishte e ftuar edhe ju si piktor. Ajo ishte skulptore në miniaturë. E kuptoj, art në miniaturë. Unë të detajuar të vogël. Punët për t'i kuruar i mora të çmontuara në valixhe dhe kur vajta atje pastaj fillova i montova se nuk i mund të transporti ka vështirësi. Përveç Parisit në Amerikë kam marrë pjesë me një keni qenë me ekspozita apo me një punë të vetme? Me një punë të vetme. Dhe çfarë puna ka qenë ajo? Ajo rastësisht një kolegja e vajzës time bënte kuronte një ekspozit në një galeri të asaj zone, të Illinoisit aty. Illinois. Edhe duke e folur. Më duhet një punë e babit, edhe unë kam babin piktor.
Po ta përfshim. Po ta shohim, ta sill një punë. Ju morët pjesë në këtë ekspozit, ishit i pranishëm? Jo, unë jo. Vetëm puna vë thoj? Vetëm puna. Unë, më thotë më goca, kë punë të shpije. Dhe keni çuar Koranin? Mbaroja jo. Koranin në pjatë besoj? Po, Koranin në pjatë, edhe një limon të qiruar gjysëm, edhe një limon tjetër. Edhe po ta dinim këtë detaj, do ta kishim kërkuar, hulumtuar që ta sillim edhe për shikuesit. Po duhet ta shikoj. Po jemi live edhe. Po ishte interesante se i them, më bëri përshtypje, i them gotës në një mur, ja si ky, komplet, ishte vetëm ajo puna. Edhe lart ishte kamera. Pastaj vazhdonin punët e tjera këtea. Po varet nga natyra e kuratorit. Jo, unë diva keq unë. Pse? Se thash, se puna ime këtu vetë. Kishte një domethënie të tjera, pastaj e shpjeguan pse? E merr ajo në telefon të tha, ju tha, dëgjoj tha, është bio tha. Kur vetë erën e dytun, shikoj pikturat e tyre. Ata e kishin kështu të printuara. Të printuara dhe të ngacmuara. E përveçmuar si arti vërtet. Për të mos, kush e di, se ai kishte vënë kamerën të. Kuratori pastaj ka në dorë këto zgjedhjet. Atëre si thua, shkujdesa domethënë. Po ka, bota ka. Do doni t'ju jepni një mesazh të rinjve sot për të lëvruar artin e vizatimit, pikturës, po të rinjtë, skulpturës, artit në përgjithësi. Duhet të punojnë shumë, duhet të punojnë, sepse i kanë të gjitha mundësitë. Të gjitha mundësitë, që nga YouTube, tëra, gjitha komplet. Bile unë kam një nxënës. Ata të talentuar. Kam 3 vjet shumë. E themi do të emrin? Ai ka kaluar. Ai është me mbiemër Berberi, pse nuk do ta. Okej. Dhe është i talentuar. Po, është shumë i talentuar. Unë kam bërë. Shpresojmë që të kemi një piktor tjetër. Po. Ai do ta marrë rrugën e do ta marrë dimensionet e Pogradecit. Konkurron si vjet në Korçë, po në qoftë se do ta trajtojnë ata, ai do eci. Shpresojmë që të jetë në rrugë këtë mbar. Variantin tjetër i thash. Qoftë ti atje, shko mbaro atë, merr atë, prap mua këtu më ke. Inshallah për të vijuar. Tim këtu mu do ik në provat, mundet edhe garuar më tej pastaj në vende të ndryshme. Duhet edhe një nxënës që e merr ose një praktikant. Pra keni një mesazh për të rinj, të punojnë edhe të trajtojnë veten. Sepse i ka të gjitha mundësitë. I ka. Unë nganjëri them hap YouTube-in dhe shikon. Do akuarel i ka se si punohet akuareli, do pastel i ka se si punohet pasteli, do vaj tëra, si trajtojnë, si bëhen, si lajen penelat, si qarë duhet, si trajtojnë telajot, se edhe ajo është një mënyrë më vetë. E merë ti telajën në punon, po dhe del ajo vajli ose boja nga nga tjetër edhe kështu që zbet ajo, kështu që duhet kur arrin në një mosh, si... Kudret juve adhuroni dhe fotografin? Po edhe fotografin. Edhe fotografin. Me fotografin, unë se jam shumë me pikturën, me fotografin shumë pak. Por gjithsesi edhe fotografone? Po edhe fotografoj, kam edhe fotografit bukra unë kam dikur edhe këto, sidomos festivalin folklorik në Gjirokastër, një pjesë, kam goxha filma. Po, e kuptoj, arshiv. Kam filma atëre, e kuptoj, se ishte filmi për të zhvilluar. Për të zhvilluar. Por, tani, edhe pejzazhi, për shembull, ka një kryesisht foton ose momentin, po, një artist që ikën rrugës, nuk ikën në kot. Që ikën kështu e shikon ose është i vëmendshëm një artist, po. Kap detaje, fikson detaje. Një moment ose një situatë ose një që bën përshtypje e fikson ai. Unë kam keni detaje të tilla. Mund të riktheni ndonjë ekspozite në fotografi? Edhe mund. Po, edhe mund të shikoj, nuk e di po. Më shumë na tundon piktura. Keni në plan të hapni një ekspozit me punët më të reja, më të fundit? Po, unë tani përgatitem për një ekspozit, po kryesisht për një album. Edhe krahas albumit, unë doni të shoqëroni edhe me një ekspozit. Tani nuk e di si. Uroj që të jenë të dyja
dy gëzime në një ditë të dyja idetë. Jam shumë kam edhe shumë punë urojt të ndodhë sa më shpejt. Po detyrohemi tani që të racionojmë kohën, që t'ja kushtojmë që... Përpos të gjithë kësaj, që është pjesë e artit, juve jeni familjar natyrisht, keni vendimarrjen tuaj në Këshillin Artistik të Qendrës Kulturore këtu në Pogradec, jeni antar i këtij këshilli, vini theksi në aktivitetet e rëndësishme që realizon Qendra Kulturore, Qendra Multifunksionale, Bashkia Anëtarësie e Pogradecit. A votojnë vërtet projektet që janë më të rëndësishme apo ndonjëherë ka preferenca? Po tani edhe ato projektet që janë, për shembull, që janë një pjesë janë vërtet interesante edhe votojnë më të mirat, besoj. I shikojmë dhe i studiojmë me volësi, i futim në një pjesë, pastaj që nuk... që dojnë, ato nuk miratohen. Por jepni kontributin tuaj. Po sigurisht, neve do ta japim kontributin ton derisa kemi mendjen, syrin, po sigurisht, për më të mirën, për Pogradecin. Patjetër Pogradecin. Dhe artin. Këtu erdhëm tani dhe këtu do ta mbyllim. Jo, do vazhdojmë një herë, pastaj ka kohë për ta mbyllur. Mirë, unë të falenderoj, po nuk ka kohë për emisionin. Emisionin vërtet do ta mbyllim. Arti vazhdon. Një emision në vazhdimsi. Faleminderit. Të falenderoj shumë që të patani një ftesë. Ishte shumë kënaqësi për mua, për gjithë sinqeritetin tuaj në rrugtimin e pikturës, që mban emrin Kudret Durrëllari. Faleminderit. Falenderoj shumë. Nderuar miq, ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16. Takimi radhës të enden tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natë e mirë.